Dikush për shembull i fal vetëm farsht. Është në lumë kjo. Sa bën drejkën i këndien në akşamın yatsı. Se nëse mund të i fal, nëse nuk mund. Shiko, ne e vërtetë se Allahu Azza wa Jall na ka bë obligim 5 kohë namaz dhe atë janë farsht. Nuk janë sunetet. Por se thot pejgamberi alayhis salam, kush i fal 12 rekat gjatë ditës. Sunet, jo farz, sunet. Çka ndodh me atë njeri? I ndërtohet nga një pallat në xhenet. Ai i cili i fal 12 rekat gjatë ditës. Pastaj, çka ndodh me atë njeriu i cili si ka fal, hiç s'ka fal edhe ai që ka fal sunet. Ne nuk kemi filluar me fal namaz prej para se me him bëjlika, po prej momentin e bëjlika, kurs në ka hiktin e namaz. Ka posas në ka hiktin e namaz, ka posas. Njëri është i dopt. Mirë. Nga mëshira Allahut Azza wa Jall, në ditën e kiametit, ja shikon namazet farzët, nëse ka mungesa në ta. Çka ndodh? Thot shikon ja ka nafile, sunete. I merr çata nafilet nga mëshira e madhe se me xhiku Allah çka thon Imam Malik, o e lusë Allah në zogja që të në gjykon me syrën e mëshirës, e jo me syrën e drejtësijës. Se me në gjyku me drejtësi, prej drejtës është me në dëshku Allah, se ti se ki falë. Po Allahu e lusë që të në shikon me syrën e mëshirës, do më thonë nëse s'kemi të farzët, ka zbrastina, të të mërë një në të nafile, zavënsojnë ata. Edhe mbushja në të banën të plot, edhe shtinë në gjennet. I që dhe thot, edhe kjo është një argument, sa i që e falë namazin, që e ka namazin e plot, i thot hec. E ai që se ka falë sunet, s'ka sunet, që të ndodhe, a ka nafile s'ka. E do t'jeti punë e ti shumë e vështirë, për me kalu provimin e namazit. E për ata ne, kur duke ditë se i na dopt, o khuliqal insanu daif, është kriju njeriu i dopt, edhe njeriu mund me gabu, edhe mund me hik diçka, mu mundu sa ma tepër me falë nafile. Pse? Se ndoshta një ditë Allahu Azza wa Jall nga mëshira e tij e gjerë, do të bëhet shkak që të sunetin e tij të zaventëson farz dhe me shpëtu me dal, domethënë me paqe tek Allahu Azza wa Jall.